Çdo vit 1 maj dita ndërkombëtare e punëtorëve shënon një moment reflektimi dhe ndalese mbi të drejtat, kushtet dhe dinjitetin e punëtorëve në vendin e tyre. Zanafilla e kësaj dite rrjedh nga lëvizjes sindikale të shekullit të 19, kur punëtorët protestonin aso kohe për orare të drejta dhe kushte më të sigurta në vendin e tyre të punës, duke ardhur kështu në kohët moderne. Kjo ditë vijon të mbetet ende aktuale. Në Shqipëri 1 maj vjen në një kohë kur tregu i punës po përballet me sfida të dukshme. Të dhënat e fundit tregojnë rritje të aksidenteve në vendin e punës, ndërsa sektorë si ndërtimi, miniera dhe industria prodhuese vijojnë të konsiderohen ndër më të rrezikshmet. Çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë mbeten një shqetësim i vazhdueshëm për shkak të kërkesave për më shumë përgjegjësi nga punëdhënësit. Megjithatë, përtej statistikave dhe sfidave, 1 maj mbetet një ditë që rikujton rëndësinë e punës së ndeshme, si dhe kontributit të çdo punëtori në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të vendit. Ajo është një kujtesë se progresi nuk matet vetëm me shifra, por dhe me cilësinë e jetës së atyre që e ndërtojnë atë çdo ditë. 1 maj nuk duhet të mbetet thjesht një ditë pushimi apo simbolik festive. Kjo ditë është një apel për politika më të drejta, për kushte më të sigurta, si dhe për një treg pune ku dinjiteti i punëtorit respektohet në çdo hallk të tij.